Të nderuar shikues të kanalit tim në YouTube, Okult me Alfred Sakon, sot do të diskutojmë një temë nga okulti, e cila lidhet me librat e shenjtë dhe me Biblën dhe me Kuranin, por edhe me ritualet dhe me praktikat e masonerisë. Tihet që në librat e shenjta flitet me parabola dhe mendja superiore që i ka krijuar flet me alegori që njerëzit e zakonshëm e kanë të vështirë t'i kuptojnë. Ka shumë studiues të cilët përpiqen që të dekriptojnë gjeografinë, historinë, kohën dhe parabolat, kuptimin e parabolave të shkurtra, të thëna nga personazhe të ndryshëm biblik apo nga vetë Bibla. Tema e sotme është përmbytja e madhe. Çfarë ka ndodhur përpara saj? Më mbrapa ne do të kemi një, keni në ekran, në gjysmën tjetër të ekranit, një skemë se si ka ardhur preardhja e familjeve sipas Biblës, ku krijuesit e parë janë Adami dhe Eva, të cilët kanë krijuar një gjenerat pasardhësisht të shquar profetik, të cilët janë dihet që dy fëmijët e parë të Adamit dhe të Evës sipas Biblës dhe librave të shenjtë të tjerë janë Kaini dhe Abeli dhe Sethi më mbrapa. Dihet që Abeli ishte bujk dhe Kaini ishte blegtor, nomad, i lëvizshëm, i cili nga xhelozia vradi vllajën e vet dhe lindi një trashëgimtar i cili quheshe Enok. Mirë, Perëndia, për shkak që bota të mos ngeleshen nën pasardhësit e një njeriu që i kishte duart me gjak, që ishte Kaini, i fali dhe një djalë tjetër, Evës dhe Adamit, i cili ishte Sethi dhe prej të cilit deri në përmbytjen e madhe rodhen disa profet, që mbas Sethit ishte Enosi, pastaj vinte Kainan, pastaj Mahalaleli, pastaj Jaredi, pastaj Enoku, i cili është një Enok tjetër, është i gjeneratës së 7, për të cilin do të flasim shumë dhe është një njeri që ka ndikim të madh në masoneri. Është pikërisht ky Enok, jo Enoku i Kainit, po Enoku pasardhësi i Sethit. Mbas tij vjen Methusalehu, pastaj vjen Lameku, i cili ka vdekur 5 vjet përpara përmbytjes së madhe, dhe pas Lamekut vjen Noja apo Noahu, i cili pas përmbytjes la 3 fëmijë që janë Japethi, Hami dhe Shami, që mendohet që kanë qenë me 3 ngjyra ndryshme, i bardhë, i verdhë dhe i zi. Të përpiqemi të tregojmë në lidhje me atë që quhet dualiteti apo prirja dhe trajtimi dykrash, ose sipas dy kuptimeve, i Enokut, i cili ndryshe quhet dhe ministri i njerëzve në qiell, të cilin e ka marrë Zoti dhe për të cilin, për këtë profet, unë kam folur në emisionet e mia ke Radio Televizioni Ora, në disa emisione, në emisioni që tashmë nga shumë djegësa të mi njihet në emisioni Jashtë Matriksit.
Zbulimi dhe deshifrimi i kuptimeve të fsheta të librave të shenjtë dhe i gjeografisë së vendeve ku atje flitet, sidomos i kopshtit të Edenit, ku ka qenë, çka ka ndodhur, çka ka pasur para përmbytjes së madhe, si kanë qenë territoret, toka, kanë qenë kjo që është apo kanë ndryshuar, çfarë janë pllakat e mëdha tektonike të cilat shpeshherë lëvizin dhe shkaktojnë tërmete të mëdha, cilat janë këto pllakat tektonike të cilat ne do t'i shoqërojmë edhe me foto, sipas disa pretendimeve prej disa studiusve të shquar, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre pikërisht dekriptimit dhe zbulimit të vendeve që përshkruhen në Bibël, të lumenjve, të maleve, të kontinenteve, të njerëzve, të historisë, çfarë ka ndodhur dhe kur ka ndodhur. Kush ka qenë puna tash e Enokut apo Metatronit, të cilin e ka marrë Zoti lart? Nga librat e shenjtë të jahudimëve, sidomos Hezbolesa, thuhet se ai ka qenë roba qepës, i cili qepte sandale dhe këpucë, dhe sandalet që veshin jahudinët në mënyrë simbolike që quhet tefillin, nuk janë gjë tjetër veçse sandale me disa ripa, të cilat mendohet që lidhin qiellin me tokën sipas dogmës që kanë xifutët apo jahudinët, pra që lidhin Zotin me shpirtin me tokën këtu të njerëzve. Enoku konsiderohet shpeshherë një figurë dualiste i lidhur sa me Kainin, ashtu dhe me Sethin. Me Kainin është i lidhur për çështjet toksore, materialiste, ndërsa me Sethin është i lidhur në mënyrë, i evokohet ngritja shpirtërore. Dihet që Sethi është krijuesi i astronomisë, i ndarjes së kohës, në vite, në muaj, në javë. Krijimi i shenjave zodiakale është një manifestim i ideve të Sethit tek pasardhësi i vet, i të cilit i ka lënë si trashëgimi punën edhe të zodiakut, e cila është një punë jashtëzakonisht e vështirë dhe e ndërlikuar, astrologjia. Kaini ka qenë prishës i jetës, kurse Sethi ka qenë patriarku. Kaini ka qenë nomad, Sethi ka qenë i ngulitur në një vend, pra nuk ka qenë nomad, nuk ka bërë jetë shëtitse. Dhe këto dy mënyra, këto dy lloj sjelljesh konvergojnë në përgjithësi në çdo njeri. Jahudinët besojnë se Kaini nuk është Kain pa Enokun e tij, Sethian, dhe asnjë Seth nuk është i tillë pa Enokun e tij, Kainian. Pra, janë të ndërthurura shenjtëria e njeriut, tiparet e tij materialiste toksore me tiparet e tij qiellore, sipërane, shpirtërore. Sepse njeriu ka elementet e zjarrit, është vetmja specie që ka elementet e zjarrit, të cilat bashkojnë elementet e tokës, tokën, ujin dhe ajrin me qiellin. Kabalistët, ose ata që drejtojnë sot strukturën botërore të qeverisjes botërore, besojnë se Enoku përfaqëson një mënyrë për të komunikuar me Perëndinë, kur ata duan pasuri materiale dhe lumturi në tokë, i luten anës së Kainit tek Enoku, siç e thash, dhe kur duan të komunikojnë me Perëndin përmes shpirtit, ata i luten anës së Sethit që ka Enoku. Pra, Enoku është një figurë dualiste shumë e fuqishme tek Kabala dhe tek Frimasoneria, për të cilën do ta shpjegojmë më poshtë se si kanë marrë disa nga parimet kryesore të Kainit, sidomos ndërtimi i dy shtyllave kryesore të
tempullit të masonerisë, që janë Jakin dhe Boaz, të cilat do t'i shpjegoj më vonë se si çfarë janë. Besimtarët e fortë besojnë se çdo përpjekje për të mbajtur jetën përshkrohet me një ndjenjë kuptimi dhe qëllimi që e tejkalon në ekzistencën e thjeshtë, dhe qëllimi tyre shpirtëror përfshin dhe materialet e jetës toksore si mjetet të realizimit të saj, sepse ashtu si shqiponja me dy kokë, ne nuk mund të jemi të realizuar shpirtërisht në qoftë se nuk ekzistojmë dhe materialisht, dhe kryqi vetë tregon këtë dualitet të tillë që njeriu ka nevojë për një ekuilibër material dhe shpirtëror që të ekzistojë. Duhet të ekzistojë njëri si qenie fizike dhe pastaj si një qenie shpirtërore, Enoku ka vlerë të lartë për masonët për shkak të besimit se ai krijoi dy shtylla që i mbijetuan përmbytjes dhe që mbanin gjithmonë të shkruara rreth rrotullt tyre mençurinë e tokës në mënyrë simbolike. Ky, pra Enoku, ishte pjesë e pasardhësve të Sethit, të cilit u besua nga Perëndia zhvillimi i astronomisë. Gjithashtu, ai ka krijuar gërmat hebraike, mendohet që janë krijuar nga Sethi, nga djali i tretë i Evës dhe Adamit. Preardhja e Enokut nga Kaini është e lidhur me qytetin e parë në tokë që quhet qyteti i Enokut. Shumë studius mendojnë që qyteti i Enokut nuk është gjë tjetër veç se qyteti i Atlantidës. Në fakt, ka studiues të tjerë që thonë se preardhja e qytetit të Kainit nuk është i lidhur me Enokun, por është i lidhur me Tubal Kainin, i cili ishte fëmia i tetë nga Adami, pra gjenerata e tetë, dhe ishte djali i Lamekut, i cili kishte 8 fëmijë. Lameku ka pasur 8 fëmijë. Dhe kanë qenë Jubali, që ishte babai i muzikës dhe i krijimit të instrumentave me tela, pra Jubali. Ka qenë Xhabali, që ishte babai i bujqësisë, ajo që mësoi si të kultivohej bujqësia, si të mbilleshin farrat. Tubal Kaini është i njohur si farktari i parë dhe Namahu shpiku të zjahun dhe thurjen duke thurur qilima dhe rroba për të veshur nga leshi i kafshëve. 4 fëmijët e Lamekut kanë gdhendur urtësinë e tyre në 2 shtylla para përmbytjes, siç e thash, Lameku vdiq 5 vjet para përmbytjes. Dhe ata nga frika se bota do të shkatërrohej, kishin kuptuar nga zjarri ose përmbytja, u këshilluan së bashku dhe vendosën të bënin 2 shtylla, një prej tulle që të mos digjeshe nga zjarri në qoftë se bota do shkatërrohej nga zjarri, dhe një prej mermeri në qoftë se bota do të shkatërrohej nga uji, që këto të ngeleshin urtësitë kryesore të gdhendura dhe të shkruara për ata që do të ngeleshin gjallë. Dhe këto janë 2 shtyllat që kanë frymëzuar masonerinë, që quhen si shtyllat Boaz dhe Jakim, që sot frimasonët i përdorin në ndërtimin e tempujve të tyre. Thuhet dhe dimi që bota njerëzore shpëtoi për shkak të varkës dhe anijes që ngriti Noahu dhe shpezëve dhe shpendëve të ndryshme dhe kafshëve që ai arriti t'i mbante gjallë. Në Bibël në Zanafilla 4:22 përshkruhet Tubal Kaini si instruktor i çdo artizani, të cilët përdornin bronzin dhe ekurin, dhe krijues i të gjitha instrumentave prerës pre bronzi dhe pre ekurit. Tubal Kaini ishte babai i njerëzve pra që punonin me bronz dhe ekur. Dhe ishte farktari i parë që përmendet në Bibël. Kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e jetës njerëzore, sepse nëpërmjet farktarëve u krijuan mjetet e jetesës, sopatat, heshtat, mjetet prerëse pra me të cilat njerëzit gjuanin dhe jetonin, por dhe që mbronin lirinë e tyre në luftë kundër pushtuesve. Flavius Josephus, që është një studius jahudi i
antikitetit, në historinë e tij antikiteti judejve thotë se Tubal Kaini te kalonte të gjithë njerëzit në forcë dhe ishte shumë ekspert dhe i famshëm në shfaqjet luftarake. Ai dhe familja e tij bën paraqitjen e tyre të parë të lidhur me masonët, pra paraqitet për herë të parë Tubal Kaini nga një studiues, nga një shkrimtar i cili quhet Matthew Cook në vitin 1450, i cili është i dyti 1000 vjetër dhe që shkruan për masonerinë, i cili refuzon në fakt legjendën e ndërtimit dy shtyllave nga 4 fëmijët e Lamekut, domethënë nga Jabeli, Jubeli, Tubali dhe Namaja. Tubal Kaini ishte pasardhës i Kainit dhe ka të ngjarë që ka punuar në qytetin e parë të njeriut që u themelua nga Kaini, që ishte, siç u thash, qyteti i Enokut. Tani do të flasim çfarë është Rodinia, kopshti i Edenit dhe Atlantisi. Besoj që e keni dëgjuar Rodinia. Rodinia vjen nga rusishtja që do të thotë Adheo. Kaini krijoi qytetin e parë të quajtur Enoku, që ka shumë të ngjarë që kanë jetuar pasardhësit e tij, por nuk ka asnjë informacion për këtë qytet. Ajo që është më interesante është se Kabala nuk ka ndonjë histori për këtë qytet, që do të thotë se ata i referojnë këtij qyteti me një emër tjetër. I vetmi qytet tjetër para përmbytjes i njohur nga njeriu është sigurisht Atlantida, me të cilën kabalistët janë jashtëzakonisht të fiksuar. Po, a do të thotë kjo se qyteti i Enokut dhe Atlantida janë një njëjti qytet? Nëse po, pse nuk do t'i referoheshim vetëm me emrin e tij origjinal fillestar të parë, qyteti i Enokut, por me emrin Atlantida? Kjo është për shkak të vendodhjeve të këtyre dy qyteteve të përshkruara në Bibël, por dhe nga Platoni. Në Zanafilla 4:16 thuhet se qyteti i Enokut ishte në lindje të kopshtit të Edenit, në lindje të kopshtit të Edenit. Kështu Kaini doli nga prania e Zotit dhe banoi në tokën e Nodit, thuhet, në lindje të Edenit. Kurse Platoni në Timaeus dhe Kritias, tek Republika, tek libri i tij i famshëm, thotë se Atlantida ndodhej në perëndim të gushticës së Gibraltarit, e cila është në perëndim të detit Mesdhe. Nëse Atlantida dhe qyteti i Enokut do të ishin një njëjti qytet dhe kabalistët ja shpallin këtë botës, ata po pranojnë se djepi i njerëzimit ka qenë në perëndim të ngushticës së Gibraltarit, pra, dhe jo në Mesopotami, ku përmenden librat e vjetër, pra ka një kontradikt të madhe, çka ka ndodhur. Meqense se ata duan të mbajnë narrativën kryesore se Mesopotamia është djepi i qytetërimit dhe se toka është më e vjetër se 6000 vjet, ata kur nuk mund ta thonë këtë publikisht, pra që djepi i civilizimit dhe Atlantida kanë qenë në lindje të Gibraltarit, pra shumë në lindje të Mesopotamisë, ku është sot Iraku, i sotëm dhe Siria, deri në Sirinë Jugore. Dhe i bie me këtë logjik që kopshti i Edenit ka qenë në oqeanin e sotëm Atlantik, përveç se nëse toka nuk ka qenë kjo që është sot para përmbytjes së madhe. Kur shikojmë një art të botës, ju do keni ilustrime vazhdimisht në krah të ekranit dhe do vazhdoni të ndiqni këto arsyetimet e mia me fotot përkatëse. Gjë e parë që njerëzit vënë re janë masat e mëdha toksore të quajtura kontinente dhe oqeanet. Imagjinoni sikur ta shihni artën për herë të parë, mos e keni parë të artit që të sotme, dhe këto masa toksore të duken si pjesë e enigmës. Gjeologët thonë se kjo është shkaktuar nga zhvendosja e pllakave tektonike. Shikoni foton e pllakave tektonike të artës së botës, sa pllaka tektonike ka sot që kanë lëvizur dhe janë mbivendosur. Duhet të ketë patur, sipas shumë studiuesve, tërmete dhe kataklizma të mëdha, të cilat përshkruhen në Zanafilla e Biblës, në kapitullin 7, ku thuhet se ra shi 40 ditë e 40 net dhe burimet e umnerës së madhe u shkatëruan. U shkatëruan në vitin e 600 të jetës së Noaut, pra kur Noau ishte 600 vjet, profeti Noa. Në muajin e 2, ditën e 17 të muajit të jetës së tij, atë ditë të gjitha burimet e umnerës së madhe u thyen dhe dritaret e qiellit u hapën. Thuhet në kapitullin 7 Zanafillës.
dhe shiu ra mbi tokë 40 ditë e 40 net. Kjo thuhet në paragrafin 7.11 dhe 12. Pra kjo tregon se kopshti i Edenit ka qenë i vendosur në zonën ku sot është Oqeani Atlantik, por që ka qenë një situatë ndryshme gjeografike. Kur shikojmë një art të botës, gjëja e parë që njerëzit bën re kanë qenë masat e mëdha të quajtura kontinente. Tani të imagjinojmë, sikur shikojmë artën për herë të parë, dhe gjëja e parë që vëmë re është se si këto masa toksore duken si pjesë e enigmës. Kjo është shkaktuar nga ndryshimi i faqeve të teksteve që zgjati miliona vjet. Mendohet që nga përmbytja e madhe kam vdekur rreth 800 milion banor, jo pak për atë kohë. Burimet e thellësisë së madhe duhet i referohen magmës, sepse është e vetmja substancë që mund të veprojë si një burim nën tokë. Kur pllakat tektonike zhvendosen, magma shpërbehet ose lëviz poshtë sipërfaqes së tokës dhe ajo nxiton deri në sipërfaqe përmes vulkaneve si në Shatërvan, duke krijuar toka të tjera. Nuk ka pllakë atlantike, që do të thotë se kontinentet ishin të gjithë të lidhur dhe nuk ka pasur oqean Atlantik, sipas disa studiusve. Bota e Noës nuk ngjante as pak me kontinentet e sotme. Mendimin e gjeologjisë ne mund të bashkojmë shumë pjesë. Shëmpjetri ka thënë se bota që shohim sot nuk është ajo që ekzistonte në ditët e Noahut. Në 3:3:7 Shëmpjetri thotë, mbi të gjitha duhet të kuptoni se në ditët e fundit do të vinë ata që do tallen, të cilët do të ndjekin dëshirat e tyra të liga. Ata do të thonë, ku është kjo vjen që ai na premtoi, që kur diqen para arsit tanë gjithçka vazhdon siç ka ndodhur që nga fillimi i krijimit. Por ata harrojnë qëllimisht se shumë kohë më parë, me anë të fjalës së Perëndisë, qejt u krijuan dhe toka u formua nga ujë dhe nga ujë. Nga këto ujëra u përmbyt dhe u shkatërua edhe bota e asaj kohe. Në Zanafil, Zoti tha, lerin ujërat të mblidhen në një vend, që do të thotë se kishte një oqean masiv dhe një superkontinent masiv. Atëherë Perëndia tha, thuhet në Zanafila 1:9, ujërat në qej le të mblidhen në një vend të vetëm, le të shihet toka e thatë. Dhe kështu ishte, pastaj Zoti e quajti tokën e thatë tokë. Ai e quajti mbledhjen e ujërave dete dhe Zoti e pa që ishte shumë mirë. Superkontinenti, pra të cilin e shihni dhe këtu në foto, quhet Rodinia, ose më mëdheu në rusisht, që përfshinte lumenj të masiv, Eufrat, Hidekel, Gifon dhe Pishon. Këta lumenj janë përmendur të gjithë në Zanafil dhe përfaqësojnë kufit oqeanik të kontinenteve të sotme. Tani një lumë doli nga Edeni për të ujitur kopshtin dhe prej andej u nda dhe u bë 4 lumenj. Emri të parit është Pishon, rrjedh rreth gjithë vendit të Havilahut, ku ka ar, ari ati vendi është i mirë. Bdellium dhe gur Onyx ka atje. Emri lumit të dytë është Gihon, ai rrjedh rreth gjithë vendit të Kushit. Emri lumit të tretë është Tigris, rrjedh në lindje të Asiris, dhe lumi 4 është Eufrati, thuhet në Zanafila 30:14. Emrat e tokave biblike që korespondojnë me kontinentet e sotme janë këta më poshtë. Eden është Amerika e Veriut. Do t'ja u shpjegoj më vonë, shikoni dhe foto. Havilah është Amerika e Jugut. Kush është Afrika, Antarktida, Australia. Nod është Afrika dhe Azia dhe Evropa. Quhet Nod. Asiria është Azia. Siç mund ta dalloni nga arta që shikoni, duket sikur kopshti i Edenit ndodhet diku në Amerikën e Veriut dhe qyteti Enokut është në Afrikë. Këtu, për shkak të mbarimit të kohës së llogaritur nga ne, po e mbyllim dhe do të vazhdojmë në emisionin e radhës me pjesën e dytë dhe duke filluar dora e majt e Zotit. Çfarë do të thotë kjo që përmendet në Bibël, duke shpjeguar, duke vazhduar në këtë linjë të zbërthejmë disa nga enigmat, duke marrë për bazë studiusit më të mirë të kësaj fushë për të lidhur historinë e lashtë me historinë e sotme, për të gjithë që ata që nuk e kanë mendjen vetëm për të ngrënë pak ushqim apo një copë bukë. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë.